Big Brother VIP Kosova po vazhdon të tregojë ndikimin e tij të madh në rrjetet sociale, duke arritur shifrën për 1.2 milion djegësësh, një rritje ndjeshme që vendos përpara Big Brother VIP Albania. Ndërkohë Big Brother VIP Albania numëron rreth 1.1 milion djegës, duke mbetur shumë pranë në garën virtuale mes dy formateve më të ndjekura në trojën shqiptare. Diferenca mes tyre është e vogël, por aktualisht Big Brother VIP Kosova mban avantazhin. Moderatorja dhe aktoria e njohur Jonida Vokshi ka ndarë së fundmi me ndjekësit të saj një moment të veçantë nga jeta personale. Ajo ka bërë të ditur se familja e saj është zgjeruar pasi është bërë hall, një lajm që ka shoqëruar me shumë emocione dhe gëzim. Jonida Vokshi vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura për publikun shqiptar, ndërsa ky moment i veçantë familjar i ka shtuar edhe më shumë emocione pozitive në jetën e saj personale.